tek tabloja më e përgjithshme e shëndetësisë, po te kjo çështja e shtimit, parandalimit që thoni ju, i tumoreve, se këtu nuk ka një debat publik apo shifra publike që ne të shohim sa po shtohen rastet, pse po shtohen këto raste, cilat janë shkaqet e të tjera. Ju thoni janë mira raste në vit të shtuara, po dhe shkaqet janë shumë të gjëra, se ka të bëjë me që me stilin e jetës, të ndotjat, e ajrit, e ujit, e tjera, tek ushqimi, nuk e di se çfarë, si mund parandalohet, si mund bëhet një diskutim për parandalimin, kur nuk dihen tamam as shkaqet. Është një pyetje shumë e drejtë me shumë vend, dhe më vjen mirë që krijon mundësinë, është shumë e gjatë përgjigja, ndoshta kjo meritonte emisione të veçantë për ta trajtuar. Por parimet mund të diskutojmë edhe tani shkurtimisht për qytetarët. Ju e përmendët shumë sakt, tumoret janë probleme shëndetësore që vijnë nga janë multifaktorial, i quajmë ne në shëndetësi, pra është një amalgam faktorësh ku hyn të gjithë ato që ju shumë mirë i përmendët. Pra është gjenetika që luan një rol, është mosha që luan një rol, është gjithashtu janë faktor mjedisor, faktor të ushqyerjes, faktor të ndotjes, janë faktor të stilit jetesës, siç është për shembull konsumi i duanit. Pra është një problem multifaktorial. Dhe një program parandalues duhet t'i adresojë të gjithë këto faktorë kancerogjen ose që kanë potencial të shkaktojnë kancer, duke filluar nga diagnoza gjenetike për të bërë të mundur identifikimin e geneve përkatëse që mund të jenë përgjegjës për forma të caktuara të kancerit, që kjo bëhet rëndom tashmë në pjesën më të madhe të vendeve të Europës, sidomos tek zonjat, për sa i takon 2 tumoreve shumë të shpeshta në zonjat, që janë tumori i qafës mitrës dhe tumori i gjirit, të cilat janë lidhur tashmë format caktuara të këtyre tumoreve me gjene të caktuara dhe depistimi gjenetik bën të mundur që të merren vendime të mirë informuara për të shtuar shpejtësinë e veprimtarisë parandaluese ose të diagnozës së hershme ose depistimit që quajmë ne në shëndetësi. Pra, duke filluar nga diagnoza gjenetike, por duke vazhduar edhe te programet e shëndetit publik që janë shumë të lirë dhe janë shumë të gjithëpërfshirës, siç janë programet për uljen e ndotjes së ajrit, siç janë programet për luftën kundër duhanpirjes, siç janë programet për një ushqyerje më të shëndetshme, dhe siç janë programet e ndërgjegjësimit pastaj, sepse ne duhet të jemi të ndërgjegjshëm, që faktori kryesor pse rriten tumoret në Shqipëri është edhe rritja e moshës mesatare. Pra Shqipëria tashmë nuk është më ai vendi i ri me moshë mesatare të re që ka qenë para 35 vitesh, kur Shqipëria kaloi nga komunizmi në sistemin e ekonomisë të rregullt lirë dhe demokracisë, por Shqipëria tashmë në saj të politikave të mbrapshta edhe të kësaj qeverie që na drejton prej 12 vitesh, është kthyer në një popullsi të plakur, në një vend me popullsi të plakur. Pra mosha mesatare në shumë qarqe shkon drejt 50 vjeç, që është një katastrofë demografike dhe që normalisht në momentet që kemi një përqindje më të madhe të popullatës me moshë mbi 50 vjeç, është mosha pastaj është koha kur sëmundjet tumorale dhe sëmundjet e tjera kronike shfaqen dhe këtu pastaj kërkohet që të kemi një rikonceptim rrënjësor të shërbimeve shëndetësore për të adresuar këto nevoja në rritje që lidhen edhe me demografinë. Prandaj e them që nuk duhet të jemi në asnjë moment simplicist në trajtimin e problemeve shëndetësore, por duhet të kemi parafrime strategjike, të cilat, siç ka treguar praktika e gjithë këtyre viteve, kjo qeveri është e paaftë të zbatoj, është e paaftë të konceptoj, sepse qëllimi i gjithë qeverive të Partisë Socialiste të Rilindjes ka qenë thjesht dukja, aparenca, ka qenë thjesht demagogjia, të mbjellim lule nëpër spitale, të lyejmë muret, të shtrojmë pllaka, por pa adresuar asnjëherë problemet strategjike të cilat ka nevojë të ndryshojë rrënjësisht sistemi shëndetësor shqiptar. Ne as nuk e masim në fakt ndotje në ajër apo në ushqime, pa le të kemi program për ndërgjegjësi